Përshëndetje, shenja e Luanit. Sot do të interpretojmë kartat për javën 19 me 25 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi 7 monedat, mbreti i kupave, gjykimi dhe mbreti i shpatave. Atëherë, në gjendjen tuaj personale, me 7 monedat duket se jeni në fazë pritjeje dhe vlerësimi. Keni investuar diku dhe po prisni të shihni rezultatet e asaj që keni mbjellë, por kërkohet durim për të mos korrur para kohe. Mbreti i kupave sjell pjekuri emocionale, dhemshuri dhe kontroll mbi ndjenjat. Ju jeni gati të drejtoni zemrën tuaj me mençuri, duke qenë mbështetës për veten dhe për të tjerët. Gjykimi ju fton në zgjim shpirtëror dhe rilindje, një thirrje e brendshme për mundësi të dytë ose për të lënë pas mëkatet dhe modelet e vjetra. Mbreti i shpatave forcon këtë me qartësi mendore, autoritet intelektual dhe vendim të prerë. Ju mund të flisni troç, të mbroni kufit tuaj dhe të çoni deri në fund të çdo bisede të rëndësishme. Kartat këshillojnë të vlerësoni përparimet e vogla dhe përdorni mençurinë emocionale dhe mendore për të marrë vendime që pasqyrojnë versionin tuaj më të mirë. Kalojmë tek familja, ku kemi 10 monedat, 2 shkopinjt, faqen e monedave dhe 8 kupat. Në familje me 10 monedat tregon bollëk, trashëgimi dhe siguri familjare, një ndjesi se shtëpia ofron mbështetje të qëndrueshme, ndoshta lajme pozitive financiare ose unitet të fortë. 2 shkopinjt hapin horizonte të reja, plane familjare për zgjerim, udhëtime ose projekte të përbashkëta që kërkojnë vizion të gjerë. Faqja e monedave sjell energjinë e praktikës dhe fillimeve të ngadalta. Ndoshta një antar i ri ose ndonjë projekt kërkon kujdes të detajuar. 8 kupat tregon se pavarësisht kësaj, ndihet uri e brendshme për të lënë pas diçka që nuk ju ushqen më. Një dinamik familjare ose rutinë, po ju shtyn të dëgjoni thirrjen emocionale për ndryshim. Unë do të thoja praktikoni durimin në detajet e vogla, mos hidhni poshtë sigurim për impulse momentale. Kalojmë te dashuria, ku kemi vdekja, 6 shkopinj, 6 kupat dhe hëna. Në dashuri, vdekja paralajmëron transformim të thellë, fund ose rifillim të një cikli, lam të mirë ndaj modeleve të vjetra të dashurisë, për të hapur hapësirë për diçka më autentike. 6 shkopinj sjellin fitore dhe njohje, sukses dhe vëmendje në marrëdhënie përmes besimit dhe avancimit të përbashkët. 6 kupat rikthejnë nostalgjinë dhe dhemshurinë, kujtime ose mesazhe të ëmbla, rikthime dikë nga e kaluara ose lidhje të pastra, gjeste nostalgjike të pafajshme dhe fëminore, që shërojnë zemrën me butësi. Hëna tregon frikë, iluzione ose sekrete. Intuita juaj është kyç për të dalluar realitetin nga ëndrat, sidomos në netët e ankthit emocional. Kartat këshillojnë të pranoni transformimin si porta për rigjallërim. Mos u kapni pas nostalgjisë pa e vlerësuar të vërtetën. Nga ana intuitive, ndjej se duhet të shtoj se për disa prej jush, ndoshta dëshironi të transformoni një marrëdhënie nga e kaluara, duke e lënë të shkojë me gjithë pasiguritë që ajo mbart, ose duke kërkuar pajtim, edhe pse keni frikë dhe dyshime, ose dikush nga e kaluara kërkon vëmendjen tuaj. Prandaj, unë do të thoja të dëgjoni intuitën në vend të iluzionit dhe frikës, pasi fitoret në dashuri vijnë vetëm nga sinqeriteti i plot dhe jo nga skenarët imagjinar me gogola. Kalojmë tek puna, ku kemi 8 monedat, 5 kupat, 10 kupat dhe asi i shkopinjve. Atëherë në punë, me karton e 8 monedave, tregon punë të vazhdueshme me mjeshtëri. Jeni duke u rritur profesionalisht përmes disiplinës dhe fokusit të përditshëm. 5 kupat paralajmëron zhgënjim ose humbje emocionale në punë. Unë do të thoja mos u ndaloni tek dështimet. Shikoni mundësitë e mbetura. 10 kupat premton harmoni dhe sukses të plot.
bashkëpunim të lumtur, kënaqësi nga puna dhe ndjesi bashkësie që ju frymëson. Asi i shkopimve hap një mundësi të re me energji zjarri, një projekt ose një rol leadershipi, ose një fillim karriere që ju ndes pasionin. Për disa prej jush mund të jetë flirt, për disa mund të jetë diçka më shumë se gili-vili në vendin e punës. Tani kalojmë tek Prism Oracle, ku kemi pasion. Atëherë, pasioni është thelbi i javës për ju. Lejoni zjarrin tuaj të brendshëm të drejtojë çdo aspekt, por ju t'i vini flakën xhunglës, pra nga durimi personal te transformimet në dashuri dhe iniciativat në punë. Kartat këshillojnë të mos ndaleni te humbjet ose pritjet, por përdorni pasionin për të krijuar rilindje, unitet dhe fitore në të gjitha fushat. Paçim!